Rubrikën Influencë kam këtu Liridona Hajdari, e cila është dizajnere e kam na fol pak më shumë për përvojën e saj si dizajnere. Përshëndetje dashur, faleminderit që ke pranuar qenë pjesë e rubrikës sime. Juve dhe mirë se keni ardhur në ateljen tim. Fillimisht po do më nis me pyetjen se si nisi gjithë pasioni për dizajnin, për modën. Pasionin prej fëminisë, domethënë, e kam ditë që kam marr diçka me art. Po çka konkretisht nuk e kam pas kështu të sigurt, po me kalimin e kohës mami jam u marr me këtë profesion edhe automatikisht ndoshta në ndërdia mu ka lidhur dhe mu që mu marr me të njëjtin profesion edhe unë. Sa ke pas ndoshta më të lehtë që ke pas një përkraje si mami për shembull? Shumë e lehtë, domethënë ka qenë për mua se edhe komplet familjen e kam pas përkrajen e komplet familjes, përgjithësi edhe për mua ka një ndihmë shumë e madhe se nëse pak unë më kon e pa motivume, familja më kon ajo që më ka shtyr për më shumë. A kanë bë presion ndoshta me zgjedh këtë drejtim apo i të kanë lënë vetë me zgjedh pasi që edhe mami pas ke pas jo, absolutisht jo. Këtë është unë që kam vendos, kam thënë pedu këtë drejtim edhe u kon çdo sa në rregull, okay. Cilat ndoshta kanë qenë sfidat e para që keni has gjatë kësaj fushë? Sfidat patjetër që në çdo profesion janë të mëdha, më thënë, po nashta e kom pas për krajën e familjes gjithmonë edhe nuk është që e kom pas ndaj sfidë shumë të madhe se gjithmonë i kom pas afër aty për çdo sen, po patjetër që sfida ka ky profesion se është shumë i lodhshëm, ki punë me shumë kliente, është i angazhuar, domethënë ki më marti me shumë profesione me një profesion, domethënë me shumë lami tjera, edhe patjetër që është pak vështirë me depërtu aq lehtë, sidomos kur t'je dizajnere e re, jenë fillimet e tua, është pak ma probleme më rri aty ku po dojnë. Po besoj që gradualisht më rrim edhe në atje ku menojmë, ku e shojmë vetin që kemi mukojnë. Unë do të pyet, sa është e vështirë ndoshta me gjetë stilin që ty të përket edhe që ndoshta e përqafojnë edhe njerëzit e tjerë? Stili nuk është që e kom të vështirë me gjetë, sepse e di, domethënë, prej kur jam qenë edhe më e re, edhe në studime, edhe në shkollë mesme i kom pas këtë profesion, domethënë e kom shumë të lehtë çka më shkon mua, edhe normal që stilin tam e kom gjithçysh patjetër punoj me atë stil, edhe po padyshim që duhet të mi përshtat pak edhe klientëve që çapo kërkohet më shumë e kështu me radhë, po stili, domethënë nuk largona prej stilit tam. Gjithmonë e kam një stil të veçantë, domethënë. Sado që janë kërkesat që duan ndoshta egzagjerime të tepërta, ju qëndroni prap te ajo që ju shkon juve më shumë. Po, normal vinë ato me një ide të vetën, po prap unë ja jap idenë që çfarë më marr mendja dhe zakonisht ma besojnë, çdo kliente që më vjen ma besojnë punën, edhe gjithmonë dalin të kënaqura. A ka qenë vështirë ky procesi ndoshta me bisedu me klientën, me tregu çka ndoshta shkon, çka si shkon, se do dëshira edhe janë që ndoshta për trupin e tyre nuk është që preferohen, mirë po kërkojnë. Po, najher është pak e vështirë, po zakonisht nuk kam shumë probleme me këtë aspekt, se ato vinë me ide të qarta dhe unë e di çka po dojnë, apo ato vetëm mund me thonë disa fjalë kyçe çka po dojnë, edhe unë e di çka edhe e di a i shkon me çat rrugë apo jo, nëse nuk i shkojnë i them që duhet me ndru, se ato përderisa vinë te unë mendoj që jam një profesioniste edhe ma besojnë punën, edhe patjetër që tani më dëgjojnë edhe mua, edhe nuk e kam shumë kështu problem të madh. Domethënë deri sot nuk kam pas ndonjë problemi me kliente për sa i përket idejave të qarta. Unë du me të pyet edhe pak për trendat, ndoshta që ju frymëzojnë juve për veshjet e juaja për t'i krijuar. Po, padyshim që ndjekim edhe na trendin, që me pëlqy se çdo san shkon me trendin, domethënë, edhe mundohemi me ndjek, domethënë çdo sezon ndjekim trendin edhe mundohemi me qit diçka që është për momentin është in. Edhe po prap pa dal për stilit ton, jo vetëm pse është trendi. Prap
vetëm mujmë diçka në ngjyrë ose në linë që është për momentin, adhe mujmë sa që përshtatet edhe me synin e klienteve. Çka fokusoni ma shumë stili juaj që krijimet e Liridonës? Zakonisht, unë inspirona në arkitekturë, kështu e kom pas shef gjithmonë arkitekturën, pjesë asimetrike të arkitekturës ose të veshjeve, diçka sa ma abstrakte, ma kështu, po tash zakonisht inspirona edhe prap prej arkitekturës, po prap se prap tash jam ma i fokusume me veshjet ma solemne, kom prej koleksioneve edhe redituar, po veshjet solemne nuk është që mundesh me bëj shumë eksperimente, kështu diçka veshje asimetrike ose diçka, po zakonisht inspirona ngjyra, materiale, edhe normal natyrë ose arkitekturë prap se prap. Sa di me vlerësu ndoshta njerëz edhe punën e dorës edhe punën e një dizajnere? Këtu në Kosovë e vlerësojnë, po jo aq sa duhet. Do me thënë, sidomos puna e dorës, ky profesion ka të bëjë vetëm me punën e dorës. Edhe nuk është që vlerësohet shumë qaq sa ka vlerë për shembull një veshje. Po prap se prap nuk është keq, do me thënë, është deri diku është mirë. Sa ka ndryshuar ndër vite ndoshta? Qoftë ky vetësimi për me vlerësu ma shumë punën e dorës, qoftë kërkesat e klientëve ndër vite, sa ka ndryshuar? Muj me thonë që vitet e ma hershme, menoj që është vlerësu pak ma shumë, se ndoshta ka pas konkurencë ma të vogël edhe diçka që u kon shumë e mirë, shumë e bukur për synin, ajo automatikisht është vlerësu për klientës. Tash, ndoshta tu pa shumë, jemi shumë dizajner, fatmirësisht që po bëhemi shumë dizajner, po tash menoj që vlerësohet ma pak se sa që duhet. Ndoshta edhe pak për shkak të ndoshta për krizës ekonomike, e bojnë krizës globale, kështu ndoshta tani menojnë që fustani ka pak ma pak vlerë ose veshja. Adhe mundohen me kursy diku, po nuk duhet me kursy për diçka që është e bukur edhe e vlefshme. Po ndoshta edhe këto trendet që po ndryshojnë shumë shpejt na kanë bërë që mos me investu shumë në rroba, pasi që po ndryshon trendet edhe kërkesat e tona çdo herë po vinë ndryshe. Ndoshta edhe kjo ne ka. Po, është moda e shpejt që vjen edhe shkon me një herë brenda sezonës. Po, unë e pajtoj edhe me këtë mendim, po diçka që është unike, ajo nuk ka mu kon modë e shpejt, ajo ka mu përsërit. Nëse i del për momentin, ajo ka mu përsërit mas 2-3 viteve. Do me thënë, dikush që ka shije dhe edhe e vlerëson, do me thënë. A ka prej modës që është modë e shpejt, pa ato zakonisht janë ma shumë prej përveshjet përditshme. Zakonisht fustanat janë ma stabile dhe ma rrinë mod kohë gjatë. Cila është një pikë synim që a ke qitë vetës që ti don me arrit me profesionin si dizajnere? Mu njoft stili jam, sidomos në vendin tonë, edhe për stilit që e kam edhe për shijes e pa tjetër që mu rrit edhe si kompani në të ardhmen me pas disa punëtore edhe kështu me radhë. Një këshill ndoshta që keshe dashur me jep të gjitha atyre vajzave, djemve që janë në hapat e parë të kësaj fushë edhe që ndoshta do përballen me disa sfida që s'ja kanë idenë e diçka që për me i motivu? Vetëm duhet me vazhdu për ato që e dojnë. Nuk duhet mu ndalë për kur gjo, se ka normal që ky profesion ka shumë sfida, ka shumë edhe shpenzime ekonomike, po prap se prap ti duhet nëse e din çfarë po don, duhet me vazhdu se kimi ja dal. Do me thënë çdo mund ka më të shpërbly, pa marrë parasysh a është i këtij profesionit apo i tjetrit. Unë falenderoj shumë për mua, ishte kënaqësi. Faleminderit që është kënaqësi edhe për mua. Shihemi edhe herë të tjera.